para se të filloj kjo histori prekse, më shkruani në komente se nga cili qytet po na shikoni. Dielli i Marsit po ngrohej nga dalë dritaret e dhomës time, por unë nuk ndjeja asnjë ngrohtësi. Ulja pranë krevatit të nënës dhe shikoja fytyrën e saj të zbehtë, të rrethuar nga makina që bipnin në një ritëm që më thyen shpirtin copet-cop. Dora ime mbante dorën e saj të hollë, kaq të hollë sa dukej se kur do të thyhej nëse e shtrëngoja sadopak më fort. Lira, vajza ime, murmuriti ajo, zëri i saj pothuajse i padëgjueshëm. Jam këtu, nën, jam këtu, i thash, duke u përpjekur të mbaja zërin të qëndrueshëm, edhe pse lotët më rrëshqitnin në përfaqe pa kontroll. Ishte një mëngjes marsi, por për mua koha kishte pushuar të lëvizte. 3 javë më parë jeta ime ishte normale. Isha një vajzë 25 vjeçare me një punë të mirë si arkitekte në një firmë prestigjioze në Tiranë, me ëndra për të studiuar jashtë, me miqtë e mi, me planet e mia. Por pastaj, diagnoza erdhi si një rrufesh në qiell të hapur. Kancer në fazë të avancuar, metastaza në shumë organe. Nëna ime, gruaja që më kishte rritur vetëm pas vdekjes së babait kur isha vetëm 8 vjeç, gruaja që kishte punuar ditë e natë që unë të kisha gjithçka, tani po më shpëtonte nga duart. Doktorët ishin të qartë, kishte nevojë për një trajtim eksperimental jashtë vendit, në Gjermani. Kostoja ishte astronomike, 150.000 euro, një shifër që për familjen tonë ishte e paarritshme. Kishim shitur gjithçka që kishim, apartamentin e vogël që babari kishte lënë, makinën, agjendarinë e nënës, gjithçka, por arritëm të mblidhnim vetëm 30.000 euro. Isha përdorur çdo mundësi, kisha kërkuar hua nga të gjithë të njohurit, kisha aplikuar në çdo fondacion bamirësie, kisha organizuar fushata në rrjetet sociale, por koha po mbaronte dhe nëna ime po shuante pak nga pak përpara syve të mi. Nuk dua që të shkatrohesh për mua, zemra ime, më tha nëna atë mëngjes, duke më shikuar me ato sy të saj të butë që tani kishin humbur shkëlqimin. Jam këtu, nën, jam këtu, i thash, duke u përpjekur të mbaja zërin të qëndrueshëm, edhe pse lotët më rrëshqitin në përfaqe pa kontroll. Ishte një mëngjes marsi, por për mua koha kishte pushuar të lëvizte. Po, jam unë. Kush është? Jam Aron Hoxha. Zemra më ngriu. Ky emër që kishte qenë një mallkim në shtëpinë tonë për sa mund të kujtoja. Hoxhajt. Familja që baba ime kishte konsideruar armike deri në ditën e fundit të jetës së tij. Familja që, sipas historisë që nëna më kishte treguar qindra herë, na kishte shkatërruar jetën. Çfarë dëshiron? Pyeta, zëri im duke u bërë menjëherë i ftohtë si akull. Kam dëgjuar për gjendjen e nënës tënde, tha ai, dhe kishte një kujdes të çuditshëm në zërin e tij. Dua të takohem me ty. Sot. Është urgjente. Nuk kam asgjë për të folur me një hoxha. Përgjigja u doli më e fortë se sa kisha planifikuar. Familja juaj e di çfarë mendon për ne, më ndërpreu ai. Por ajo që kam për të thënë mund të shpëtoj jetën e nënës tënde. Vetëm më jep një orë, të lutem. Ato 2 fjalë të fundit, të lutem, tingëlluan kaq të pazakonshme në gojën e dikujt me atë emër, sa më bën të hezitoja. Një orë, thash më në fund, por vetëm sepse nëna ime po vdes dhe nuk mund të shpërfill asnjë mundësi, sa do e çmendur të jetë. Kafenia ku ishim dakorduar të takoheshim ishte në një rrugicë të qetë afër qendrës së Tiranës, larg nga syt kurioz të gjerë. Hyra me zemër që më rrafte si çekiç. Nuk e kisha parë asnjëherë Aron Hoxhën, por e njiha nga fotografitë që kisha parë në gazeta dhe revista. Ishte një nga biznesmenët më të suksesshëm të vendit. Riu që kishte trashëguar një perandori të tërë nga babai i tij dhe kishte zgjeruar në mënyrë impresionuese. Kur hyra, ai ishte tashmatje, ulur në një tavolinë në fund të lokalit. Ai u ngrit kur më pa, një gest i zakonshëm mirësjelljeje që më befasoi. Ishte i lartë, me një prezencë që mbushte dhomën, me sytë e errët që më vështronin me një intensitet që më bëri të ndihesha e zhveshur nga çdo mbrojtje. Lira, tha ai, duke nuk e shtrirë dorën për ta shtrënguar, duke kuptuar ndoshta se nuk do të pranoja. Faleminderit që erdhe. Ulem përballë tij pa thënë asnjë gjë, duke e vështruar me armiqësi të hapur.
Ai ishte I veshur me një kostum elegant, por jo pompoz. Flokët e tij ishin të shkurtër, të rregulluar me kujdes. Dhe fytyra e tij kishte atë lloj të fortësie që vjen nga përgjegjësitë mëdha dhe vendime të vështira. "Çfarë dëshiron?" pyeta drejt për drejt, pa një hyrje arsye. "E di çfarë mendon për ne, por ajo që kam për të thënë mund të shpëtoj jetën e nënës tënde. Vetëm më jep një orë, të lutem." Të ndërlikuar e ndërprera unë, duke ndjerë zemërimin të ngrohej në gjoksin tim. Babai im vdiq duke u rryer familjen tënde. Nëna ime nuk ka shqiptuar asnjëherë emrin Hoxha pa mallkim. Ndërlikuar është një fjalë tepër e butë. "E di", tha ai, dhe për një moment pash diçka në sytë e tij që dukej sikur dhimbja e vërtet. "Dhe e di që nuk ke asnjë arsye të më besosh, por dëgjoj çfarë kam për të thënë dhe pastaj vendos." Kryqëzova krahët dhe e shikova me skepticizëm të plot. "Kam dëgjuar për gjendjen e nënës tënde", filloi ai, "dhe kam dëgjuar që ke nevojë për një shumë të madhe parash për trajtimin, 150.000 euro nëse nuk gabohem." Stomaku im u shtrëngua. Si e dinte ai këtë? "Kush të ka thënë?" pyeta, zëri im duke u bërë më jashpër. "Nuk ka rëndësi", tha ai qetësisht. "Ajo që ka rëndësi është që unë jam gati t'i paguaj të gjitha ato para. Do të organizoj gjithçka. Do ta dërgoj nënën tënde në Gjermani me avion privat, do të paguaj për trajtimin më të mirë, për infermierët më të mirë, për gjithçka që I nevojitet. Do t'jap një shans jetese." Për një moment, fjala më mungoi. Çfarë? Pse do të bënte një gjë të tillë? Ishte sikur ëndra dhe makthja ishin përzierë në një koktel të pakuptueshëm. "Çfarë dëshiron në shkëmbim?" pyete, zëri im duke u dridh. "Sepse e di që nuk po më ofron kaq shumë para pa asgjë. Çfarë dëshiron?" Ai më shikoi drejt për drejt në sy, dhe ajo që tha më pas e bëri botën të ndalonte së lëvizuri. "Dua që të martohesh me mua." Për disa sekonda ishte sikur koha kishte ngrirë. E shikoja, duke pritur që të qesh, që thoshte se ishte një shaka e keqe, por fytyra e tij ishte serioze, e pa lëvizshme. "Po bën shaka", thash më në fund duke u ngritur nga karrikja. "Je I çmendur." "Nuk jam", tha ai, zëri I tij I qetë por I vendosur. "Kam nevojë për një grua, jo për dashuri, jo për ndjenja, për arsye praktike, dhe ti ke nevojë për para për të shpëtuar nënën tënde. Mund të ndihmojmë njëri tjetrin." "Arsye praktike?" përsërita unë duke ndjer një valë zemërimi të pastër. "Çfarë lloj arsye praktike kërkon që dikush të martohet me armikun e familjes së tij?" Ai u përkul përpara, duke vënë duart mbi tavolinë. "Babari im po vdes", tha qetësisht. "Ka një sëmundje terminale, një çështje muajsh, dhe në testamentin e tij ka vendosur një kusht. Nëse nuk jam I martuar dhe nuk kam një familje deri në ditën që ai të vdes, gjithë pasuria e tij, gjithë biznesi, gjithçka do të kaloj kushëririt tim Edmond Hoxha, një njeri që do ta shkatroj gjithçka që babai im ka ndërtuar." E shikoja, duke u përpjekur të kuptoja. "Dhe pse unë? Pse një Berisha?" Për një moment, ai hezitoi dhe pash diçka në sytë e tij, një vuajtje të thellë që nuk mund të fshihej. "Sepse dua që babai im të di se e kam tejkaluar urrejtjen. Dua t'i tregoj se shkuara nuk do të na kontrollojë të ardhmen, dhe sepse di që ti nuk do të kërkosh asgjë tjetër nga unë përveç parave për nënën tënde. Nuk do të kesh pritshmëri për dashuri, për ndjenja, për asgjë që unë nuk mund t'i jap." "Kjo është e çmendur", murmurova, duke rikthyer kokën. "Martesa është diçka e shenjtë, diçka që duhet bazohet në dashuri, në respekt. Në botën tonë, martesa ka qenë gjithmonë një kontratë, një marrëveshje mes familjesh, mes interesash. Ti më jep legjitimitetin që më nevojitet për të mbrojtur trashëgimin time, unë t'i jap paratë që ke nevojë për të shpëtuar nënën tënde. Pasi babai im të vdes dhe nëna jote të ketë marrë trajtimin, mund të ndajemi në heshtje. Do ta bëjmë të duket si një martesë e vërtet për botën e jashtme, por në privat secili do të jetojë jetën e tij." Ulem përsëri, duke ndjer gjunjët e mi që më tradhtonin. Mendja ime po vërtetihej. Çdo pjesë e qenies sime po u lërinte që kjo ishte e gabuar, që nuk mund ta bëja këtë. Por pastaj mendova për nënën, për fytyrën e saj të zbehtë në atë krevas spitali, për bipat e atyre makinave, për kohën që po mbaronte. "Sa kohë do të zgjasin?" pyeta, zëri im mezi I dëgjueshëm.
Babai im kanë thënë doktorët se ka 4 muaj, ndoshta 5. Do të duhet të qëndrojmë të martuar të paktën 6 muaj për të qenë të besueshëm. Pas asaj, mund të fillojmë procedurat e divorcit. Edhe nëse pranoj, vazhdova, duke shikuar drejt për drejt, çfarë garancish kam që do t'i respektosh kufit? Do të kemi një kontratë të nënshkruar nga avokatët më të mirë. Do të jetojmë në të njëjtën shtëpi, por në dhoma të ndara. Nuk do të ketë asnjë pritshmëri fizike, asnjë pritshmëri emocionale. Vetëm në publik do të duhet të dukemi si çift i vërtet. Dhe natyrisht, të gjitha shpenzimet për trajtimin e nënës tënde do të paguhen menjëherë, para martesës. Dhe nëna ime, pyeta, ndjeshmëria më vinte në vale me logjikën. Si do t'ja shpjegoj kësaj? Ajo do të vdes kur të dëgjoj që po martohem me një hoxha. Për herë të parë, pash diçka që i ngjante dhembës së vërtet në fytyrën e tij. Atëherë, mos i thuaj të vërtetën. Thuaj që ke gjetur një sponsor, një fond bamirësie, çfarëdo. Pasi ajo të kthehet e shëndosh, mund t'i thuash të vërtetën apo jo. Do të jetë zgjedhja jote. Mbështeta kokën në duar, duke ndjer peshën e kësaj vendimi duke më shtypur. Ishte pa kuptueshme, ishte çmendur, por ishte edhe shpresa e vetme që kisha. Më jep kohë, thash, më në fund. Kam nevojë të mendoj. Nuk kemi shumë kohë, tha butësisht. Por të jap deri nesër në mbrëmje. Pas asaj, oferta skadon. U ngrita për të ikur, por kur isha afër derës, ai më thiri. Lira. U ktheva. E di që mu urren, tha ai. Zëri i tij mbushur me diçka që nuk mund ta përcaktoja. Dhe e di që kjo situatë është e tmerrshme, por po të jap fjalën time se do ta respektoj çdo angazhim që marr. Nuk do të pendohesh për këtë vendim. Nuk u përgjigja. Thjesht dola nga kafeneja, duke lënë atë me fjalët e tij që jehonin në mendjen time. Nata që pasoi ishte më e gjatë e jetës sime. Kthehesha e vija në spital, duke parë nënën që flinte, i lidhur me tuba dhe makineritë që e mbanin gjallë. Infermierja e natës më kishte thënë se gjendja e saj ishte përkeqësuar, se trupi i saj po dorëzohej. Ulem në karrigen pranë krevatit të saj dhe mbajta dorën. Ajo ishte kaq e ftohtë. Sytë më digjeshin nga lotet që nuk donin të ndaleshin. Çfarë të bëj, nën? Murmurova në errësirën e dhomës. Çfarë të bëj? E dija se ajo nuk mund të më përgjigjej. E dija që vendimi ishte vetëm imi, por kjo nuk e bënte më të lehtë. Çdo pjesë e qenies sime po thërriste që kjo ishte gabim. Familja jon kishte një histori të gjatë armiqësie me hoxhajt. Babai im, para se të vdiste, më kishte treguar për tradhtinë që kishte ndodhur. Si një marrëveshje biznesi mes babait tim dhe babait të Aronit kishte shkuar keq. Si babai i Aronit e kishte mashtruar babain tim dhe i kishte lënë borxhe të mëdha që më vonë sollën vdekjen e tij nga një sulm në zemër në moshën vetëm 40 vjeç. Nëna ime kishte vazhduar atë urrëzje. Ajo më kishte mësuar që hoxhajt ishin njerëz pa moral, që do të bënin çfarëdo për para, që nuk mund të besohej asnjëherë. Dhe tani, unë po konsideroja jo vetëm të bëja paqe me ta, por të martohesha me njërin prej tyre. Por pastaj, mendova për realitetin e ashpër. Pa ato para, nëna ime do të vdiste. Ishte një ekuacion i thjeshtë dhe i tmerrshëm. Krenaria ime, besimi im për atë që ishte drejt e gabuar, madje edhe respekti për kujtimin e babait tim, asgjë prej tyre nuk mund ta kthente nënën time në jetë pasi të kishte vdekur. Drita e agimit filloi të deportonte nga dritarja kur mora vendimin. Nxora celularin dhe i shkrova Aronit një mesazh të shkurtër. Pranoj, por kam kushtet e mia që dua t'i diskutojmë para se të nënshkruajmë ndonjë gjë. Përgjigja erdhi vetëm pas pak minutash. Sot, në orën 10 në zyrën time. Do të kemi avokatët atje për të hartuar kontratën. E shikova mesazhin për një kohë të gjatë, duke ndjer peshën e asaj që sapo kisha bërë. Kisha shitur shpirtin tim për të shpëtuar nënën. E dija se babai im do të kishte qenë i shkatruar. E dija se po tradhtoja gjithçka që ai më kishte mësuar. Por e dija gjithashtu që nëse nuk e boja këtë, do të humbasja personin më të shtrenjtë që më kishte mbetur në jetë. Më fal, bab,
murmurova në errësirën që po zbehtej. Por nuk e kam zgjidhje. Zyra e Aronit ishte në një ndërtesë moderne në zonën më të mirë të Tiranës me pamje nga gjithë qyteti. Kur hyra u pritëm nga një sekretare e sjellshme që më udhëhoqi drejt një sallë mbledhjesh të madhe, ku Aron ishte duke pritur bashkë me dy meshkuj në kostumet elegante, avokatës supozova. Lira, më përshëndeti Aron, duke u ngritur. Ky është doktor Agim Vorpsi, avokati im, dhe ky është doktor Ervin Lika që do të të përfaqësoj ty. U trondita. Unë nuk kam marrë avokat. E di, tha Aron, prandaj mora lirin të siguroj një për ty. Doktor Lika është një nga avokatët më të respektuar në këtë fushë, plotësisht i pavarur, dhe do të punoj vetëm për interesat e tua. Këm ngulem që ti të kesh përfaqësim të drejtë. Kjo më befasoi. Pjesë e vogël dhe qinikase e mendjes sime kishte pritur që ai të tentonte të më manipulonte, ta bënte kontratën në favor të tij, por ky gest tregonte respekt. Ulem në tavolinë dhe për 3 orët e ardhshme diskutuam çdo detaj të kontratës. Ishte një dokument i detajuar, i shtruar në juridikisht që më bëri kokën të më dhëmte, por avokati Lika ishte i durueshëm në shpjegime. Pikat kryesore ishin: Aron do të paguante menjëherë 150.000 euro për trajtimin e nënës sime, plus për 40.000 euro shtesë për shpenzime shtesë dhe pa kontrolloheshe. Do të martohesha me Aronin brenda 1 jave, do të jetonim në të njëjtën shtëpi por në dhoma të ndara, pa asnjë pritshmëri intime. Në publik do të dukeshim si çift i lundur, duke marrë pjesë në ngjarje sociale së bashku, duke u shfaqur si një martesë e vërtet. Martesa do të zgjaste të paktën 6 muaj, por jo më shumë se 1 vit. Pas divorcit, do të merrja një kompensim shtesë për 100.000 euro për shqetësimin dhe privatësinë e humbur. Të dyja palët do të mbronin privatësinë e njëra tjetrës. Asnjë prej nesh nuk do të fliste publikisht për natyrën e vërtetë të martesës. Kam një kërkesë shtesë, thash, kur i lexuam të gjitha kushtet. Thuaj, tha Aron, duke më shikuar me vëmendje. Dua që nëna ime të mos e di kur të vërtetën e vërtetë për këtë martesë, të paktën jo përderisa është e sëmur. Nëse më pyet, do t'i them se të kam takuar në rrethana të tjera, dhe dua që ti të bashkëpunosh në këtë histori. Aron meditoi për një moment. Çfarë historie dëshiron? Të them se jemi takuar përmes një shoqërie të përbashtët, se i kemi qenë në një lidhje diskrete për disa muaj dhe se kemi vendosur të martohemi shpejt sepse dashuria jonë është e fortë dhe nuk duam të presim. Fjalët më djogën gojen, por i thash me bindjen. Dakord, thaj, do t'i biem asaj historie. Avokati Lika më shikoi me kujdes. Zonjë Berisha, jam i detyruar t'ju pyes këtë drejt për drejt. A jeni plotësisht e vetëdijshme për atë që po pranoni, apo ndjeheni të presionuar ose të manipuluar në ndonjë mënyrë? E shikova drejt për drejt në sy. Jam e vetëdijshme. Dhe po ndihem e presionuar. Nga rrethanat, jo nga Zoti Hoxha. Jam duke e bërë këtë me dëshirë të plot, edhe pse me zemër të rëndë. Ai bëri me kokë ngadalë. Atëherë, nëse jeni gati, mund të nënshkruajmë. Dokumenti u nënshkrua në feshtje. Kur vendosa firmën time në fund të faqes së fundit, ndjeva sikur kisha hequr dorë nga një pjesë e shpirtit tim. Por kur Aron thirri sekretaren dhe ajo erdhi me një çek bankar për 200.000 euro, realizova që nëna ime kishte një shans tani, një shans të vërtet. Do të organizoj gjithçka për udhëtimin e nënës tënde në Gjermani, tha Aron ndërsa mblidhte dokumentet. Avioni privat do të jetë gati në 3 ditë. Kam folur tashmë me klinikën më të mirë në Muni, ata janë gati për ta pranuar. Faleminderit, thash, edhe pse fjala më dukej kaq e pafuqishme për atë që ai po bënte. Mos më falendero, tha i qetësisht. Kjo është një marrëveshje biznesi, asgjë më shumë. Por kur mu futën ato 200.000 euro në llogari dhe kur pash se sa shpejt ai po vinte në veprim çdo detaj, kuptova se ky njeri, pavarësisht nga mbiemri i tij, pavarësisht nga historia mes familjeve tona, ishte duke mbajtur fjalën e tij. 3 ditë më vonë, nëna ime u dërgua në Gjermani. Aron kishte organizuar gjithçka me një eficiencë që më linte pa fjalë. Avioni privat, ambulanca që e mori nga spitali, infermierët që e shoqëruan gjatë gjithë udhëtimit. Unë dëshiroja të shkoja me të, por doktorët thanë se ishte më mirë që ajo të qëndronte e qetë dhe se unë mund të shkoja pas 1 jave, pasi ajo të ishte stabilizuar. Ndërkohë isha duke u përgatitur për martesën, apo më saktë për shfaqjen që do të ishte martesa jonë. Ditën para ceremonisë, Aron më thirri në shtëpinë ku do të jetonim. Ishte një vile madhe në periferi të Tiranës, e rrethuar nga kopshte të mrekullueshëm dhe me një privatësi të plotë. Kur hyra, u mahnitëm nga madhështia e saj.
tavane të larta, dritare të mëdha që lëshonin dritë në çdo dhomë, mobile që flisnin për shije dhe para. Kjo do të jetë dhoma jote, tha Aron duke mu udhëhequr në një sy të madhe në katin e dytë. Dhe imja është në anën tjetër të korridorit, secili prej nesh ka privatësinë e tij. Dhoma ishte e bukur, një krevat i madh me çarçafë të bardhë, një balkon me pamje nga kopshti, një banjo private me një vask luksoze. Ishte më e mirë se çdo gjë që kisha pasur ndonjëherë. Dhe në lidhje me stafin e shtëpisë, vazhdoi ai, kam një guzhiniere, një pastruese që vjen 3 herë në javë dhe një kopsht. Të gjithë janë të vetëdijshëm që jemi një çift i ri i martuar dhe do të respektojmë privatësinë tonë. Si do ta bindim botën që jemi një çift i vërtet? Pyeta, duke ndjer veten sikur isha duke provuar për një rol teatror që nuk e kisha mësuar. Duke vënë re detajet, tha ai, njerëzit besojnë atë që shohin, nëse na shohin duke dal bashk, duke buzëqeshur, duke mbajtur duar her pas here, do të besojnë. Nuk duhet të jemi aktor të mrekullueshëm, vetëm duhet të jemi bindës. Ajo natë kur rash në krevatin e ri, në shtëpinë e re, nuk mund të flija. Mendja ime ishte plot me pyetje, me frikë, me dyshime, por edhe me një shpresë të vogël. Nëna ime kishte një shans tani, dhe për këtë çdo sakrificë ja vlente. Martesa u zhvillua në një hotel 5 yje në Tiranë, në një ceremoni të vogël dhe elegante. Aron kishte insistuar që të dukej autentike, prandaj kishin ftuar rreth 50 persona, miq të tij nga biznesi, disa kolegë të mi nga puna dhe natyrisht familja e tij. Babai i Aronit erdhi me karrocë me rrota. Ishte një burr i vjetër, me fytyrë të rrudhur dhe sy që dikur duhet të kenë qenë të fortë, por tani ishin të zbeth nga smundja. Kur më pa në fustan të bardhë, diçka ndryshoi në shprehjen e tij, një përzierje befasie dhe diçka tjetër që nuk mund ta lexoja. Pra ti je ajo që biri im ka zgjedhur, tha ai, zëri i tij i dobët por ende autoritativ. Një Berisha. Nuk dija çfarë të thoja. Qëndrova atje duke ndjer peshën e shikimit të tij. Babai im ishte miku i më i mirë i babait tënd një herë, vazhdoi ai dhe kjo më befasoi. Para se gjithçka të shkonte keq, ndoshta kjo martesë do të sjell paqen që ne nuk mund të gjenim. Nuk prita këto fjalë. Gjithë jetën time më kishin mësuar që hoxhait ishin armiq, dhe këtu ishte patriarku i familjes duke folur për miqësi, për paqe. Ceremonia ishte e shkurtër por elegante. Kur Aron më vendosi unazin në gisht, duart e tij ishin të qëndrueshme, por pash diçka në sytë e tij, një trishtim të thellë që nuk mund ta fshihte. Kur gjykatës i tha mund ta puthni nusen, ai u përkul dhe më dha një puthje të shpejtë formale në buzë. Ishte e ftohtë, pa ndjenjë, por për publikun duke i mjaftueshme. Ajo që më befasoi ishte recepcioni. Njerëzit erdhën për të na uruar duke na thënë sa të bukur dukeshim së bashku, sa e mahnitshëm ishte që kemi gjetur njëri tjetrin. Dhe Aron luajti rolin e tij me përsosmëri. Mbante dorën time, buzëqeshte në mënyrën e duhur, fliste për mua me një ngrohtësi që pothuajse më bindi edhe mua. Por kur po vallëzonim valljen e parë, një këngë ngadalt që orkestra po luante, ai më pëshpëriti në vesh. Sa kohë duhet të vazhdojmë të? Përgjigja dhe unë, aq ult. Atëherë buzëqesh, tha ai. Njerëzit po na shohin. Dhe kështu buzëqesha, edhe pse zemra ime ishte e rëndë si plumbi. Muaji i parë i martesës ishte i çuditshëm, i mbushur me momente të pazakonta ku realiteti dhe shfaqja përplaseshin vazhdimisht. Në shtëpi, Aron dhe unë ishim të huaj, gjëndanin të njëjtën vilë. Mëngjeset ai largoi shpejt për në punë, dhe unë kaloja ditët duke i organizuar gjërat për vizitën time në Gjermani për ta parë nënën. Por në publik, ishim çifti i përsosur. Shkonim në darka me miqtë e tij nga biznesi, në hapje galerie arti, në evente bamirësie. Dhe çdo herë, ai luante rolin me një përsosmëri që më linte pambarim. Mbante dorën time kur ecnim, ma vinte dorën në bel kur poziciononin për fotografi, buzëqeshte në mënyrën e duhur, dhe kur na pjesin për historinë tonë dashurie, ai tregonte një version kaq të bukur sa që pothuajse besoja edhe unë. U takuam në një konferencë arkitekture, do thoshte ai. Lira po prezantonte një projekt të saj, dhe unë u mahnitëm jo vetëm nga talenti i saj, por edhe nga pasioni që kishte për punën. I kërkova numrin dhe pjesa tjetër është histori.
Dhe unë do të shtoja. Ai ishte kaq i sjellshëm, kaq i vëmendshëm. Nuk e dija se kush ishte në fillim. Për mua ishte vetëm Aaron, jo mbiemri, jo reputacioni. Dhe kur zbulova, ishte tashmë shumë vonë, isha dashuruar. Gënjeshtra dilte kaq natyrshme nga goja ime sa fillova të shqetësohesha. Sa e lehtë ishte të gënjehesh kur arsyet dukeshin të drejta. Por ndonjëherë, në momente të vogla, kur askush nuk po na shikonte, shihja një anë tjetër të Aaronit. Një mbrëmje, po kthehesha nga banja dhe kalova para zyrës së tij. Dera ishte hapur paksa dhe e pash të ulur në tavolinë, kokën në duar, duket i mposhtur nga pesha e diçkaje. Kisha dëshirë të hyja, të pyesja nëse ishte mirë, por më kujtua marrëveshja jon, distancë, jo implikim emocional. Dhe pastaj ishte edhe nata kur dëgjova zhurma nga kuzhina në orën 2 të mëngjesit. Zbrita dhe e gjeta duke pirë një gotë uiski, duke shikuar nga dritarja në errësirë. Nuk mund të flesh? Pyeta, zëri im duke çar heshtjen. Ai u kthyre, befasuar që të më shihte. Po ti? Dëgjova zhurma, thash, duke u afruar ngadalë. Ai bëri me kokë dhe ju kthye dritares. Këto ditë, gjumi nuk vjen lehtë. Për shkak të babait tënd? Pyeta butësisht. Ai nuk u përgjigj menjëherë. Pastaj pa u kthyer tha. Ai po vdes, dhe gjithçka që kam bërë në jetën time ka qenë për të fituar miratimin e tij. Dhe tani, në fundin e jetës së tij, ja kam dhënë atë që donte. Një martesë, një premtim të një trashëgimie të vazhduar, por është e gjitha një gënjeshtër. Për herë të parë, dëgjova dhimbje të vërtet në zërin e tij. Dhe për herë të parë ndjeva diçka që nuk kisha pritur, simpati. Nuk është i gjitha gënjeshtër, thash ngadalë. Ju po bëni atë që është e nevojshme për të mbrojtur atë që ai ka ndërtuar. Ka një të vërtet në këtë. Ai u kthye dhe më shikoi. Dhe për një moment, dukej sikur muret që kishte ndërtuar rreth vetes po qanin paksa. Faleminderit, tha ai qetësisht. Ajo natë, u ndava nga ai me një ndjenjë të re. Ndoshta ai nuk ishte armiku që mendoja. Ndoshta ishte vetëm një njeri i mposhtur nga rrethanat, ashtu si unë. Pas një muaji, udhtova në Gjermani për ta parë nënën. Aaron insistoi të vinte me mua, duke thënë se do të dukej e çuditshme nëse nuk e bënte si bashkëshorti i saj i ri. Në fillim rezistova, por pastaj realizova që kishte të drejtë. Kur hym në vomën e klinikës, nëna ishte ulur në krevat, duke tashmë kaq shumë më mirë se sa herën e fundit që e kisha parë. Fytyra e saj kishte ngjyrë, sytë e saj kishin shkëlqim, dhe kur më pa, u ngrit me një forcë që nuk e kisha parë prej muajsh. Vajza ime, thirrri ajo, dhe vrapova në krahët e saj. Qa jam të dyja, mbajtur fort njëra tjetrën dhe për disa minuta, gjithçka tjetër zhduku. Ishte vetëm ne, nëna dhe bija, të bashkuara përsëri. Si ndihesh? Pyeta, duke ia fshirë lotët nga faqet. Aq shumë më mirë, tha ajo duke buzëqeshur. Trajtimi po funksionon, Lira. Doktorët thonë se ka shpresë të vërtet. E di që ka qenë e shtrenjtë, por si a bëre? Ky ishte momenti që kisha frikë. U hapa nga përqafimi i saj dhe mora frymë të thellë. Nën, ka diçka që duhet të ta them. Ajo më shikoi me shqetësim. Çfarë është? Unë jam martuar. Faqja e saj ndryshoi nga befasia në gëzim të pabesueshëm. Martuar? Vajza ime, pse nuk më the? Ndodhi shpejt, thash duke u përpjekur të qëndroja në gënjeshtër që kishin përgatitur. Dhe nuk doja ta shqetësoja kur ishe kaq e sëmur. Por kush është ai? Pyetja ajo, syt plot kuriozitet. Tregomi më shumë. Aroni, që kishte qëndruar në prag, hyri tani me një buzëqeshje të ngrohtë. Unë jam bashkëshorti i Lirës, tha ai, duke u afruar dhe duke i shtrirë dorën. Nëna e shikoi dhe për një moment pash konfuzion në fytyrën e saj. Pastaj, kur ai tha emrin e tij të plot, pash atë që më kishte friksuar. Njohjen. Shokun. Hoxha? Përsëriti ajo ngadalë, zëri i saj duke u bërë i ftohët. Ti je një hoxha? Po nën, tha shpejt, duke u përpjekur ta kontrolloja situatën.
por nuk është ai që mendon. Aron është si guxon. Zëri i saj u ngrit, duke u bërë i mbushur me zemërim që nuk e kisha dëgjuar prej vitesh. Si guxon të martohesh me një hoxha, pas gjithçkaje që familja e tyre i ka bërë neve. Nën, të lutem, dëgjo. Jo, tha ajo, duke tundur kokën me forcë. Babai yt do të kthehej në varr. Ata njerëz na shkatërruan. Ata e quan babain tënd në varr. Aron qëndroi pa lëvizshëm, fytyra e tij një mask kontrolli, por pash dhimbje në sytë e tij. Nën, thash, zëri im duke u thyer. Pa Aronin ti nuk do të ishe këtu. Ai pagoi për gjithçka, për trajtimin, për klinikën, për gjithçka. Ai më dha atë që askush tjetër nuk mundej, një shans për të shpëtuar. Ajo më shikoi dhe pash një përzierje komplekse në fytyrën e saj, zemërim, konfuzion dhe pastaj realizim të ngadalt. Ai pagoi për këtë? Pyeti ajo ngadal. Po, thash. Dhe ai nuk kërkoi asgjë në këmbim përveç se të martohesha me të. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Nëna më shikoi, pastaj e shikoi Aronin dhe pastaj përsëri mua. Pse? Pyeti ajo më në fund, duke i folur Aronit drejt për drejt. Pse do ta bëje këtë për armikun e familjes tënde? Aron mori një hap përpara. Sepse e shkuara nuk duhet të na përcaktoj të ardhmen, tha ai qetësisht. Sepse gjyshja ime dhe nëna e Lirës ishin miq të mbërë dikur, para se konflikti babait tim dhe babait të saj t'i ndante. Sepse besoj që Lira meriton një shans dhe ti meriton një shans, dhe sepse jam lodhur nga urrëtia. Nëna e studioi për një kohë të gjatë. Dhe ti, tha ajo duke më kthyer mua, ti e do atë? Kjo ishte momenti që nuk e kisha parashikuar. Gënjeshtra ime e përgatitur, historia jone e bukur, gjithçka dukej kaq e zbrast tani, përballë pyetjes së drejt për drejt të nënës. Por para se të mund të përgjigjesha, Aron foli. Ajo më respekton, tha ai, dhe unë e respektoj atë. Dhe ndoshta me kohë do të ndërtojmë diçka më shumë, por për momentin kemi një marrëveshje të bazuar në nder dhe respekt reciprok. Ishte e vërteta, në një farë mënyre, jo e vërteta e plot, por aq sa mund të ndahej pa e shkatruar gjithçka. Nëna ulur përsëri në krevat, duket e raskapitur. Nuk e di nëse mund ta pranoj këtë, tha ajo më në fund, por ajo që di është se po jetoj për shkak të tij. Dhe për këtë, edhe nëse nuk mund ta fal familjen e tij për të kaluarën, ati mund t'i jem mirënjohëse. Ishte një fillim i vogël, i brisht, por një fillim. 2 muaj pas asaj vizite, jeta kishte marrë një ritëm të çuditshëm normaliteti. Nëna po përmirësohej në mënyrë të jashtëzakonshme. Doktorët thonin se trajtimi po funksiononte për tej pritshmërive. Dhe në shtëpi, Aron dhe unë kishim gjetur një lloj bashkëjetese të rehatshme. Nuk ishim miq, por nuk ishim më as të huaj. Por pastaj, një mbrëmje, gjithçka ndryshoi. Isha në bibliotekën e shtëpisë, duke lexuar, kur dëgjova zhurmën e derës që hapej me forcë dhe zëra të lartë. Dola dhe pash Aronin në korridorin e përparëm, duke folur me një burrë që nuk e kisha parë më parë. Një burrë i lartë, me flokë të zinj dhe një shprehje që dërgonte një të ftohtë në përkurizin tim. Nuk mund ta besoj që e bëre këtë, po thërriste burri. E gjithë trashëgimia, gjithçka që duhet të ishte imja, dhe ti e more duke u martuar me një Berisha. Edmond, tha Aron, zëri i tij kontrolluar por i ngurtë. Kjo është shtëpia ime. Nuk ke të drejtë të hysh këtu dhe të ulrasësh. Edmond, kështu që ky ishte kushëriri që Aron kishte përmendur, burri që do të kishte trashëguar gjithçka nëse Aron nuk kishte martuar. Të drejtë? Qeshi Edmond me hidhërim. Po flas për të drejtë? Ti bëre një martesë false për të më privuar nga ajo që më takon. Nuk të takon asgjë, tha Aron duke bërë një hap përpara. Babai im vendosi kushtet, unë vetëm i plotsova. Edmondi më pa atëherë, dhe diçka e errët kaloi në përfytyrën e tij. Pra, kjo është ajo, tha ai duke buzëqeshur në një mënyrë që më bëri të ndjesha e papastër. Prostituta që blen me para. Mjaft! Zëri Aronit u bë si breshëri. Lira është gruaja ime, dhe do ta respektosh ose do të hidhesh jashtë me forcë. Por Edmondi nuk ishte mbaruar. Apo ndoshta ajo nuk e di të vërtetën më të madhe. Nuk e di se babai i tij nuk vdiq nga sulmi në zemër.
Vdiq sepse babai i Aronit e shtyu atje, me borxhe, me kërcënime, me presione që asnjë njeri nuk mund të duronte. Ngjiva. Çfarë po thua? Edmond, mjaft, tha Aron, por zëri i tij kishte një nuancë paniku tani. Babai yt e kërkoi ndihmë prej të atit të Aronit, vazhdoi Edmondi, duke shijuar çdo fjalë. Ju lut të rregullonin kontratën që kishte shkuar keq. Por i ati Aronit nuk e la të fundoset, e shikoi të shkatrohej. Dhe kur babai yt u përpoq të luftonte, stresin e vrau. Bota rreth meje filloi të rrotullohej. Jo, murmurova, nuk është e vërtet. Pyet atë, tha Edmondi duke treguar Aronin. Pyete nëse e dinte këtë kur të kërkoj të martohesh me të. Pyete nëse kjo martesë ishte vetëm për paran, apo edhe për të fshehur fajin e familjes së tij. U ktheva për ta shikuar Aronin, zemra ime duke rrahur si e çmendur. Aron, thash, zëri im duke u dridhur. Thuaj se nuk është e vërtet. Thuaj që ai po gënjen. Aron më shikoi dhe në atë moment pash të vërtetën në sytë e tij. Jo gënjeshtra, por fajin, pendimin, dhimbjen. E dia, tha ai më në fund, zëri i tij mezi i dëgjueshëm. E dia të vërtetën. Ndjeva sikur toka po më thithe poshtë. Çdo gjë që mendova se e dia, çdo gjë që besova, gjithçka ishte një gënjashtër. Lira, filloi ai duke bërë një hap drejt meje. Mos, thash duke ngritur dorën, mos guxo të m'afrohesh. Edmondi po buzëqeshte triumfalisht. Tani e di të vërtetën, tha ai. Tani e di se sa i korruptuar është në të vërtetë. Por nuk e shikoja më Edmondin, shikoja vetëm Aronin, burrin që më kishte shpëtuar nënën, por që njëkohësisht përfaqësonte familjen që e kishte vrarë babain tim. Dil jashtë, thash me një zë që nuk e njihja si të vetin. Të dy dilni jashtë nga kjo dhomë, tani. Pas largimit të Edmondit, u mbylla në dhomën time dhe qara derisa nuk më betën më lot. Çdo gjë ishte një gënjeshtër. Çdo gjë që mendova se po bëja për të mirë, për të shpëtuar nënën, ishte ndërtuar mbi një mashtrim. Kishte kaluar ora kur dëgjova një trokitje të lehtë në derë. Lira, zëri i Aronit ishte i ngrysur. Të lutem, më lejo të shpjegoj. Nuk ka çfarë të shpjegosh, thash në përder. Më zora rob tek familja që vrau babain tim dhe ti e dije. E gjithë kohën, e dije. Të lutem, tha i përsëri. Vetëm 5 minuta. Pastaj, nëse dëshiron, nuk do të shqetësoj më kurrë. Mos dija pse, por hapa derën. Ndoshta sepse kisha nevojë për përgjigje. Ndoshta sepse një pjesë e vogël e meje dëshironte të dëgjonte një shpjegim që do ta bënte të gjitha më pak të dhimbshme. Aron hyri, duket i raskapitur, më i vjetër se sa I kisha parë ndonjëherë. Edmond kishte të drejtë, filloi ai. Babai im ishte pjesërisht përgjegjës për vdekjen e babait tënd, por nuk ishte kaq e thjeshtë sa e paraqiti. Shpjego, thash, duke qëndruar sa më larg prej tij. Ai mori frym të thellë. Babai yt dhe babai im ishin partner në një projekt ndërtimi. Ishte një projekt I madh që do të ndryshonte të ardhmen e të dyve. Por papritur, ekonomia ra dhe projekti filloi të humbas para. Babai im donte të tërhiqej, të shpëtonte atë që mundej. Babai yt donte të vazhdonte, duke besuar se do të rimëkëmbej. Ata patën një mosmarrveshje të madhe dhe babai im u tërhoq nga projekti, duke marrë investimin e tij me vete. Ky veprim la babain tënd me borxhe që nuk mund t'i mbulonte. Dhe ky veprim e vrau, thash me hidhërim. Babai im u pendua për këtë çdo ditë të jetës së tij, vazhdoi Aron, zëri I tij duke u thyer. Ai më ka treguar këtë histori qindra herë, duke qarë, duke thënë se sikur të kishe qenë më I durueshëm, sikur të kishe ndihmuar më shumë, babai yt do të ishte gjallë. Faji e ka ngrënë gjallë. Dhe ti e dije gjithë këtë kur më kërkove të martohem me ty? Pyeta duke ndier lotët të më vinin përsëri. Po, tha ai, duke më shikuar drejt për drejt. E dija.
Dhe e di se kjo të bën të duket sikur e gjithë martesa ishte një manipulim, por nuk ishte. Kur dëgjova për gjendjen e nënës tënde, pash një mundësi për të rregulluar diçka një e kaluara. Mundësim për të ndihmuar vajzën e burrit që babai im e kishte lënë në baltë. Pra ishte faji, thash. Gjithçka ishte për të lehtësuar fajin e familjes tënde. Në fillim po, pranoi ai. Por pastaj kur të njoh, kur pash forcën tënde, sakrificën që ishe gati të bëje për nënën tënde, u bë diçka më shumë. U bë për ty, jo vetëm për të kaluarën. Mos gënje, thash me hidhërim. Më ke gënjuar mjaftueshëm. Nuk po të gënjej, tha ai, zëri i tij mbushur me një pasion që nuk e kisha dëgjuar më parë. Dhe e di se tani nuk ke asnjë arsye të më besosh, por do ta them përsëri. Pendimet më të mëdha të babait tim ishin për babain tënd, dhe gjëja e vetme që ai më kërkoi në shtratin e vdekjes ishte të gjeja një mënyrë për t'u penduar. Kjo martesë ishte mënyra ime për ta gërë këtë. Pra, unë jam veç se një mjet për pendimin tuaj? Pyeta, zemërimi duke më ngrohur zërin. Jo, tha ai me vendosmëri. Në fillim ndoshta, por tani e shumë më shumë. Lira, mos më ke besuar kurrë, por beso më këtë. Çdo ditë që kaloj me ty, çdo bisedë që kemi, çdo gjë që ndajmë bashk, çdo dhë që me mua është tut e vërtet. Herë që të shoh duke buzëqeshur ose duke qeshur, kam filluar të ndjej diçka që nuk e kisha planifikuar të ndjeja. Zemra ime po rrithe, por nuk dëshiroja të dëgjoja këtë. Nuk tani, jo kur gjithçka ishte shkatruar. Duhet kohë, thash më në fund. Duhet kohë për të procesuar gjithë këtë. Ai bëri me kokë, e kuptoj, dhe do të ta jap atë kohë. Por të lupe mos sik, jo ende, mos për mua, por për nënën tënde. Ajo ka nevojë për trajtimin të vazhdoj, dhe nëse ti ik tani, marrëveshja ndërpritet dhe ajo vdes, e përfundova unë. Po më mban peng me jetën e nënës sime. Jo, tha i shpejt, jo. Parat janë tashmë të paguara, trajtimi do të vazhdoj pavarësisht nga ajo që vendos, por dua që të kesh mundësinë të vendosësh me qetësinë tënde, jo me urgjencë. E shikova, duke kërkuar shenja gënjeshtre në sytë e tij, por gjithçka që pash ishte sinqeritet i dhimbshëm. Do të qëndroj deri në fund të marrëveshjes, thash më në fund. Jo për ty, por për nënën. Por mos prit asgjë më shumë dhe mos prit falje. Ai bëri me kokë ngadalë. Nuk pres falje, vetëm një shans për të treguar që kam qenë i sinqert për të paktën një gjë. Respekti dhe admirimi im janë të vërtetë. Muaj që pasuan ishin ndër më të vështirët e jetës sime. Në publik, Aron dhe unë vazhduam të luanim rolin e qiftit të lumtur. Por në shtëpi, ishim dy të huaj që jetonin në botë të ndara. Ai përpiqej të fliste me mua, të më shpjegonte, të më tregonte historinë e plot. Por unë kisha ngritur mure aq të larta sa që asgjë nuk mund t'i kapërcente. Megjithatë, kishte momente kur muret fillonin të çanin. Një natë, pash dokumente në zyrën e tij, letra që babai i tij kishte shkruar babait tim, letra që nuk ishin dërguar kurrë, plot pendim dhe kërkesa falje që nuk ishin shprehur kurrë. Lexova për tentimet që kishte bërë për të ndihmuar pas vdekjes së babait tim. Para që ishin dërguar anonimastisht, borxhe që ishin paguar fshehazi, mundësi që ishin krijuar për nënën time, që ajo nuk e dinte se vinin nga një hoxha. Gjeta këto pas vdekjes së tij, tha Aron, duke shfaqur papritur pas meje. Ai nuk pati guxim t'i dërgonte kurrë, por ato tregojnë të vërtetën. Ai u shkatrua nga ajo që kishte bërë. Por ato nuk i kthejnë babain tim, thash, edhe pse zëri im kishte humbur disa nga shpërsia. Jo, pranoi ai, por tregojnë se nuk ishin monstra. Ishin vetëm njerëz që bën gabime që i përndoqën deri në ditën e fundit. Gjatë këtyre muajve, nëna vazhdoi të përmirësohej. Doktorët ishin të mahnitur, kanceri po tërhiqej, trupi i saj po luftonte, dhe çdo raport i mirë mjekësor më bënte të ndihesha edhe më i keq. Më shumë në konflikt. Aron më kishte dhënë jetën e nënës sime, por familja e tij ma kishte marrë babain. Si mund të balancoja këto dy të vërteta? Dhe pastaj, erdhi dita kur babai i Aronit vdiq. Funerali i tatit të Aronit ishte ceremoni e lladhe, me qindra njerëz që erdhën për t'u përgjigjur lamtumirës. Por unë pash vetëm Aronin. Qëndronte pranë arkivolit, i veshur me të zezë, fytyra e tij një mask kontrolli të përsosur, por sytë e tij të mbushur me dhimbje. Kur erdhi koha për fjalën,
Ai u ngrit dhe foli për babain e tij me një dashuri dhe respekt që më preku, edhe përmes mjedisit të zemrimit që ende kisha. Foli për burrin që kishte ndërtuar një perandorim nga asgjëja, për babain që kishte qenë i ashpër për të drejtë, për njeriin që kishte pasur pendime të thella dhe që kishte shpresuar që biri i tij do të ishte më i mirë se ai. Babai im më mësoi që gabimet tona na përcaktojnë jo aq sa veprat që bëjmë për t'i rregulluar ato. Tha Aron, zëri i tij duke u thyer në fund. Shpresoj të kem nderuar kujtimin e tij duke u përpjekur të jem ai njeri. Pas së rregullisë, ndërsa njerëzit po largoheshin, qëndrova mënjan, duke e shikuar Aronin të qëndronte i vetëm pranë varrit të babait të tij. Diçka në mua më shtyu të shkoj te ai. Aron, thash butësisht. Ai u kthye, befasuar që të më shihte. Lira, nuk prisja që të vije në funeral. Isha gruaja jote, thash, edhe pse martesa jonë është komplekse, kam një detyrë të jem këtu. Ai më shikoi me mirënjohje. Faleminderit. Qëndruam atje në heshtje për pak, duke shikuar varrin e freskët. Ai të donte shumë, thash më në fund. E di, tha ai. Dhe shpresoj që atje ku është të jeti paqt duke ditur që përpiqem të rregulloj gabimet që ai bëri. U ktheva për ta shikuar. Ti nuk je përgjegjës për gabimet e tij, por jam përgjegjës për mënyrat se si përgjigjem ndaj tyre, tha ai. Dhe duke të ndihmuar ty, duke të ndihmuar nënën tënde, shpresoj të kenë nxjerrë diçka të mirë nga kjo tragjedi. Për herë të parë në muaj, ndjeva diçka që të zbutet brenda meje. Ky njeri, ky burr që kisha mësuar të urreja për mbiemrin e tij, po vuante. Dhe po përpiqej në mënyrën e tij të bënte gjën e duhur. Muaji i 6 i martesës son po afrohej. Sipas marrëveshjes son, ky ishte koha kur mund të fillonin procedurat e divorcit. Për diçka kishte ndryshuar. Muret që kisha ndërtuar rreth zemrës sime po fillonin të rrëngëheshin, copa nga copa. Një mbrëmje, Aron më gjeti në veranda duke shikuar yjet. Mund të bashkohem? Pyeti. Bëra me kokë dhe ai ul pranë menje. Qëndruam në heshtje për një kohë, derisa ai foli. Nëna jote po kthehet javën e ardhshme, tha ai. Doktorët thonë se është zyrtarisht në remision, është një mrekulli. E di, thash, ndjenja e lehtësimit duke më përshkuar. Dhe gjithë kjo për shkak të teje. Për shkak të nesh, korrigjoi ai. Ti bëre sakrificën. Unë vetëm dhash parat. U kthema për ta shikuar. Pse ai bëre këtë në të vërtetë, Aron? Dhe mos më thuaj për fajin të babait tënd. Dua të vërtetën. Ai mori frymë të thellë dhe u kthyre drejt meje. Për herë të parë, pash vlerëshmërinë e plotë në sytë të tij. Asnjë mbrojtje, asnjë mask. Sepse kur dëgjova historinë tënde, tha ai ngadalë, pash diçka që më kujton veten. Ti ishe gati të sakrifikoje gjithçka për personin që doje, dhe kuptova që kjo lloj dashurie, kjo lloj përkushtimi, është diçka që unë nuk e kisha pasur kurrë në jetën time. Dëshirova të isha pjesë e asaj. Edhe sikur të ishte vetëm si spektator. Zemra ime po rrithte. Dhe tani? Tani? Vazhdoi ai duke më shikuar drejt për drejt. Nuk dëshiroj të jem vetëm spektator. Dëshiroj të jem pjesë e jetës tënde, Lira. Jo si një marrëveshje biznesi, jo si një detyrë për të rregulluar të kaluarën, por si diçka reale. Aron, fillova unë, por ai më ndërpreu. E di që nuk kam të drejtë të kërkoj këtë, tha i shpejt. E di që të kam gënjur në fillim, që familja ime të ka bërë të keqen që nuk mund të falen. Por ajo që kam për ty është e vërtet. Diku përgjatë këtyre muajve kam rënë në dashuri me ty, me forcën tënde, me zemrën tënde, me mënyrën se si lufton për ata që do. Nuk dija çfarë të thoja. Një pjesë e meje dëshironte të ngriher dhe të largoj, të mbronte zemrën time nga dhimbja e mundshme.
Por një pjesë tjetër, një pjesë që kisha tentuar ta mohoja prej muajsh, donte të qëndronte, të dëgjonte, të dinte nëse këto ndjenja që kisha filluar të ndjej edhe unë, ishin reale. Nuk e di nëse mund ta besoj zemrën time me ty, thash më në fund, zëri im duke u thyer. Kam shumë frikë. E di, tha ai, dhe shtriu dorën, jo për të më prekur, por thjesht duke ofruar. Nuk kërkoj që të vendosësh sot, ose nesër. Kërkoj vetëm një shans për të treguar që ajo që ndjej është reale. Që martesa jon, e filluar nga rrethana të çuditshme, mund të bëhet diçka e bukur. Shikoja dorën e tij dhe atëherë në sytë e tij, dhe pastaj në zemrën time. Dhe për herë të parë në muaj, e lejova veten të ndjej atë që kisha shtrydhur. Një lidhje, një tërheqje, një shpresë për diçka më shumë. Ngadalë, vendosa dorën time në të tijën. Një shans, thash, por vetëm një. Buzëqeshja që shfaqej në fytyrën e tij ishte më e bukura që kisha parë ndonjëherë. Muajt që pasuan ishin një proces ndërtimi dhe zbulimi. Aron dhe unë filluam të dilnim jo si çift për shfaqje publike, por si dy njerëz që donin të njihnin njëri tjetrin. Bisedat tona bëhen më të thella, më të sinqerta. Ai më tregoi për fëmijërinë e tij në peshë në një babaj të fuqishëm, për presionin për të qenë i përsosur, për vetminë që kishte ndjerë gjatë gjithë jetës. Asnjëherë nuk kam nxjerrë që kam qenë i mjaftueshëm, më tha një natë ndërsa ecnim në kopsht. Babai im kishte standarde kaq të larta saqë çfarëdo që arrija, asnjëherë nuk më ndihesha i suksesshëm. Por të solli ti ndërtosh kaq shumë, thash. Ti ke një perandori që shumë vetëm mund të ndrojnë. Por është bosh, tha ai, duke ndaluar dhe duke më shikuar. Derisa u takova ty. Për herë të parë në jetën time, ndjeva që diçka kishte vlerë për te i biznesit, për te i parave. Ti më tregove se çfarë do të thotë të dashurosh pa kushte, të sakrifikosh pa arsye egoiste. Ndërsa rona ime u kthye nga Gjermania, komplet e shëruar dhe plot jetë, pash mrekullinë e asaj që ishte arritur. Ajo dhe unë qajëm prej gëzimit, duke e përqafuar fort, dhe për herë të parë në muaj ndjeva paqe të vërtet. Çfarë do të bësh tani? Më pyeti nëna një ditë, ndërsa pinim çaj së bashku në kopsht. Martesa jote me Aron, a është reale? Hezitova, por pastaj vendosa ta ndaj të vërtetën, ose të paktën një pjesë të saj. Filloi si diçka e komplikuar, thash, si një marrëveshje për të të shpëtuar. Por ka bërë diçka më shumë. Ka bërë dashuri. Nëna më shikoi me një butësi që nuk e kisha parë prej vitesh. Babai yt do të kishte dashur që ti të jesh e lumtur, tha ajo, edhe sikur lumturia vinte nga një vend që nuk e kishte pritur. Mendon se ai do të kishte falur? Pyeta, zëri im plot shpresë dhe frikë. Mendoj se dashuria është më e fortë se urrejtja, dhe mendoj se nëse Aron të bën të lumtur, atëherë e kaluara duhet të mbetet në të kaluarën. Ajo natë, kur Aron nuk kthye nga puna, e prita me një vendim të ri. Kur hyri, pash befasinë e fytyrën e tij kur mu takova në korridorin e përparëm. Lira? Është gjithçka në rregull? U afrova te ai, zemra ime duke rrahur fort. Aron, kam një gjë për të ta thënë. Çfarë është? Pyeti ai, shqetësimi duke ju pasqyruar në sy. Mora dorën e tij në të mijat. Nuk dua divorcin. Ai ngriti. Çfarë? Nuk dua divorcin, përsërita, duke buzëqeshur në përlot. Dua ta bëjmë këtë martesë reale, jo një shfaqje, jo një marrëveshje, por një martesë të vërtet. Sepse diku përgjatë këtyre muajve kam rënë në dashuri me ty. Për një moment, ai thjesht më shikoi, sikur nuk mundej ta besonte atë që po dëgjonte. Pastaj, buzëqeshja më e ndritshme shfaqi në fytyrën e tij dhe më tërhoqi në një përqafim kaq të fortë sa ndjeva si tër forca e dashurisë së tij. Nuk e di çfarë bëra për ta merituar këtë, murmuriti ai në flokët e mi, por premtoi që do të bëj të lumtur çdo ditë të jetës sime. Vetëm durojini që të jem unë vetja, thash duke qeshur përmes lotëve.
Ajo është gjithçka që nevojitet. Dhe kur më puthi, ishte puthja e parë vërtet mes nesh, jo për publikun, jo për shfaqje, por për ne. Ishte fillimi i diçkaje të bukur, i ndërtuar mbi themel dhimbjeje dhe faljen, por i fortë dhe i vërtet. Por lumburia jo nuk do të ishte pas prova. 2 javë pas vendimit ton për të bërë martesën ton reale, Edmond u shfaq përsëri, këtë herë me armë edhe më të forta. Isha në punë kur mora një telefonat nga një numër i panjohur. Kur u përgjigja, zëri i Edmondit më ftohti gjakun. Lira Hoxha, tha ai, duke theksuar mbi emrin me ironi. Sa romantike është që tani je pjesë e familjes që vrau babain tënd? Çfarë dëshiron Edmond? Pyeta, duke u përpjekur të mbaja zërin të qëndrueshëm. Dëshiroj drejtësi, tha ai, dhe dëshiroj ta shoh Aronin të vuaj ashtu si më bëri mua të vuaj, kur më mori trashëgimin. Nuk të mori asgjë, thash. Babai i ti vendosi. E di çfarë vendosi, u rri ai, por ajo nuk e bën të drejtë. Dhe tani, jam gati ta ekspozoj të vërtetën për martesën tuaj false. Kam prova, kontratat, dokumentat, gjithçka që tregon që kjo ishte thjesht një marrëveshje biznesi. Imagjino çfarë do mendojnë mediat, aksionarët, të gjithë ata që respektojnë Aronin kur ta zbulojnë që e gjithë kjo ishte një gënjeshtër. Zemra ime u ngrinte. Nuk është më gënjeshtër, thash. Ne jemi të martuar në të vërtet tani. O, sa prekse, qeshja ime sarkazëm, por kjo nuk e ndryshon faktin që filloi si mashtrim. Dhe kur e publikoj këtë, reputacioni i Aronit do të shkatërrohet. Kompania e tij do të humbas vlera. Gjithçka që ka ndërtuar do të jetë hi. Çfarë dëshiron? Pyeta, duke ndjerë dëshpërimin. Dëshiroj gjysmën e kompanisë, tha ai, thjesht. Dhe dëshiroj që Aron ta nënshkruaj dorëheqjen dhe ta kthej atë që më është vjedhur. Keni deri të premten për të vendosur, përndryshe, historia juaj do të jetë në çdo gazetë të vendit. Linja u pre, dhe mbet atje, duke u dridhur. Atë mbrëmje, i tregova Aronit gjithçka. Ai dëgjoi në heshtje, fytyra e tij duke u bërë gjithnjë më e ngrysur. Do t'i japim atë që dëshiron, tha ai më në fund. Jo, thash më njëherë, nuk mund ta lësh të fitoj. Kjo kompani është gjithçka për ty. Jo, më ndërpreu ai, duke më marrë duart në të tijat. Ti je gjithçka për mua. Kompania, parat, reputacioni, asnjë prej tyre nuk ka rëndësi nëse të humbas ty. Nëse ekspozimi i kësaj historie të bën ty të më largohesh, atëherë nuk ja vlen. Por unë nuk do të largohem, thash. Lotët duke më rrjedhur. E dua këtë martesë. E dua ty. Dhe nuk do të loj që Edmondi ta shkatërrojë atë që kemi ndërtuar. Atëherë çfarë propozon? Pyeti ai. Propozoj që të luftojmë, thash me vendosmëri. Jo me kërcemime, jo me shantazhe, por me të vërtetën. Le ta themi vetë historinë tonë para se ta bëj ai. Le ta shpjegojmë se si filloi, por edhe se si u kthye në diçka reale. Aron meditoi për një moment. Do të jetë e rrezikshme. Njerëzit mund të mos ta besojnë. Ose mund të na respektojnë për sinqeritetin, thash. Për gatishmërinë për të pranuar gabimet tona dhe për të treguar se si dashuria mund të lindë nga vendet më të pakpritura. Ai më shikoi dhe pastaj buzëqeshi, një buzëqeshje plot admirim. Si bëre kaq e fortë? Nga nëna ime, thash. Ajo më mësoi që të luftosh për atë që do. Dhe unë të dua ty Aron Hoxha, prandaj do të luftoj. 2 ditë më vonë, organizuam një konferencë shtypi. Gjithë mediat kryesore ishin atje, të gjithë të kurioz për çfarë kishte për të shpallur një nga biznesmenet më të suksesshëm të vendit. Kur dolëm së bashku në podium, dora ime në të tijën, ndjeva nervozizmin por edhe forcën e vendimit ton. Aron filloi të fliste, zëri i tij qëndrueshëm por plot emocion. Kam thirrur këtë konferencë për të ndarë një histori që është personale, e ndërlikuar dhe plotësisht e vërtet. Martesa ime me Lirën filloi jo si histori dashurie, por si një marrëveshje praktike. Një val murmurimi kaloi nëpër sallë, por ai vazhdoi, duke shpjeguar gjithçka. Kushtin e testamentit të babait të tij, gjendjen e nënës me, ofertën që i bëra, kontratën që nënshkruam. E di që kjo tingëllon si një gjendje e ftohtë, e paarsyeshme, tha ai. Por ajo që nuk e kisha parashikuar ishte që kjo grua jashtëzakonshme pranë meje,
Do të më mësonte se çfarë do të thotë vërtet të dashurosh dikë. Ajo më tregoi forcë që nuk e kisha parë kurrë, sakrificë që më mahmitën, edhe një zemër kaq të madhe sa më bëri të dëshiroja të isha një njeri më i mirë. Pastaj u ktheva unë dhe mora mikrofonin. Kur Aron më bëri ato ofertë, e urrejva. Thash, zërim duke u thyer pak. Familja ime kishte arsye të mirë për të rryer mbi emrin Hoxha. Por kur përballa zgjedhjen mes krenarisë sime dhe jetës së nënës sime, zgjedhja ishte e qartë. Dhe ajo që zbulova përgjatë këtyre muajve është që e kaluara, sado e dhimshme, nuk duhet të na robëroj. Dashurinë mund të lindë edhe nga plagët më të thella, dhe falja është e mundshme kur të dy palët janë të gatshme të përpiqen. Shpjeguam se si martesa jon kishte evoluar, se si ndjenjat tona të vërteta kishin lindur, dhe sepse kishim vendosur ta bënim këtë publike. Sepse besimi dhe sinqeriteti ishin themelore për atë që dëshironim të ndërtonim së bashku. Mund të gjykoni, përfundova unë. Mund të thoni që ishte e gabuar, që ishte e çuditshme. Por nuk mund të gjykoni dashurinë që kemi gjetur, sepse ajo është e vërtet, e pastër dhe më e fortë se çdo gjë që kemi përjetuar. Kur mbaruam, kishte heshtje në sallë. Pastaj, ngadalë, një gazetare u ngrit. Pra po thoni që dashuria e bëri këtë martesë reale? To, tha Aron, duke më shikuar me një butësi që më preku thellë. Dashuria e bëri reale. Dhe vazhdojmë të ndërtojmë çdo ditë. Pyetjet vijuan për gati një orë, disa mbrojtëse, disa skeptike, por përgjithsisht njerëzit dukeshin të prekur nga sinqeriteti ynë. Dhe kur konferenca përfundoi, një ndjenjë lehtësimi më mbuloi. E kishim bërë, kishim treguar të vërtetën, dhe pavarësisht se çfarë do të ndodhte tani, të paktën ishim të ndershëm. Ndërsa dilja nga ndërtesa, celulari im tingëlloi. Ishte një mesazh nga Edmond. Mendua që kjo do të funksiononte. Sa po i bët situatën më keq për veten tuaj. Por pastaj, njëra mesazh erdhi nga njëna. Pash konferencën, jam kaq krenare për ty. Dashuria triumfon gjithmonë. Dhe ajo ishte gjithçka që më nevojite të dija. Ditët që pasuan ishin një montanjar emocionale. Disa media na mbronin, duke na cilësuar si çift që kishte gjetur dashurinë e rrethana të pazakonshme. Të tjerit ishin kritike, duke na quajtur manipulator që po përpiqeshin të pastronin një mashtrim. Por ajo që na befasoi më shumë ishte mbështetja publike që morëm. Njerëzit filluan të ndanin histori të ngjashme, martesat e rregulluara që kishin kthyer në dashuri, marrëveshje që i kishin evoluar në partneritete të vërteta. Morëm qindra mesazhe mbështetjeje, nga njerëz që thoshin që historia joni kishte frymëzuar të besojë në fuqinë e faljes dhe ndryshimit. Kompania e Aronit, në vend që të humbas vlerë, në fakt u forcua. Investitorët respektuan transparencën e tij dhe klientët e vlerësuan guximin për të qenë të cënueshëm. Edmondi, i izoluar dhe i shkatëruar nga dështimi i planit të tij, u tërhoq në heshtje. Por ndikimi më i madh ishte në marrëdhënien time me nënën. Një pasdite, ndërsa po pinim çaj, ajo më tha diçka që nuk do ta harroja kurrë. Kur babai yt vdiq, filloi ajo, zëri i saj i mbushur me melankoli. U betova që do të ruaja urrëtia ndaj hoxhajve. Mendoja që kjo ishte mënyra për ta nderuar kujtimin e tij. Por kur të shoh me Aronin, kur shoh se sa e lumturje, kuptoj që babai yt nuk do të kishte dëshiruar që të jetonim në urrëtie. Ai do të kishte dëshiruar që të ishe e lumtur, dhe nëse Aron të bën të lumtur, atëherë ai ka bekimin tim. Lotët më erdhën në sy. Nën, kjo do të thotë gjithçka për mua. E di, tha jo duke më fshirë një lot nga fytyra, dhe dua të ta them edhe diçka tjetër. Babai i Aronit më dërgoi një letër para se të vdiste. Kur nuk ja thash askujt, as ty. Në atë letër, ai kërkoi falje për gjithçka. Tha që pendimi e kishte ngrënë gjallë për vite dhe që shpresonte që një ditë familjet tona do të gjenin paqe. Mendoj që ajo paqe e ka ardhur përmes teje dhe Aronit. Kjo zbulim më la pa fjalë. Të gjithë këto vite kishte pasur pendim, dëshirë për pajtim, por urrëtia dhe krenaria kishin qenë shumë të forta deri tani. 6 muaj pas konferencës shtypi, jeta kishte gjetur një ritëm të ri, një ritëm të mbushur me dashuri, stabilitet dhe shpresë për të ardhmen. Aron dhe unë rihartuam kontratën tonë të martesës.
Këtë herë jo me avokat dhe klauza, por me premtime të bëra nga zemra. Organizuam një ceremoni të vogël private, vetëm me familjen dhe miqt më të afërt, kur i tham betimet, por këtë herë çdo fjalë ishte e vërtet. Lira, tha Aron ndërsa qëndronin përballë njëri tjetrit në kopsht e shtëpisë son. Ti më dhe një jetë që nuk e dija që dëshiroja. Më mësove që dashuria nuk është diçka që planifikohet ose negociohet, është diçka që rritet, që lulëzon në mënyrat më të pazakonta. Premtoj që çdo ditë të jetës sime do të vlerësoj, do të respektoj dhe do të dua me gjithë zemrën time. Dhe unë, me lot të gëzimi që më rrëshitnin, u përgjigja. Aron, ti fillove si dikush që mendoja se nuk mund ta falja, por më tregove që falja nuk është dobësi, është forca më e madhe që mund të kemi. Premtoj që do të shoqëroj në çdo hap të rrugës, që do të ndërtojmë nga të ardhme së bashku, që nuk do të jetë hije së kaluarës, por dritë për të nesërmen. Kur na thiri që të shkëmbeni unazat, këtë herë unazat të zgjedhura me dashuri, jo të blera në nxitim, ndjesha ishte krejtësisht e ndryshme nga martesa e parë. Kjo ishte e vërtet. Kjo ishte e jona. Nëna që qëndronte pranë, qante të lumtur, dhe kur Aron më puthi, kishte brohoritje dhe duartrokitje nga të ftuarit, por unë dëgjova vetëm rrahjet e zemrës sime, zemrës që i kishte gjetur shtëpi në një vend që nuk e kisha imagjinuar kurrë. Muajt e ardhshëm sollën ndryshime të bukura. Vendosëm të krijonim një fondacion bamirësie në kujtim të babait të Aronit dhe babait tim. Një fondacion që do të ndihmonte familje që kishin nevojë për trajtim mjekësor të shtrenjtë, siç kishte pasur nevojë nëna ime. Ishte mënyra jon për të kthyer atë që na ishte dhënë, për të kthyer dhimbjen në shpresë. Në hapjen e fondacionit, Aron dhe unë folëm para një turme të madhe. Ky fondacion, tha Aron, është lindur nga 2 tragjedime, vdekja e 2 burrave të mirë që nuk gjetnin kur pajtimin përpara se të ishte shumë vonë. Por gjithashtu është lindur nga shpresa, shpresa që e kaluara mund të transformohet në diçka të bukur, që dhimbja mund të sjellë shërim dhe që dashuria mund të triumfojë mbi çdo pengesë. Isha tepër e emocionuar për të folur pa qarë, por arriti të them. Çdo familje që do të ndihmojmë këtu do të jetë një dëshmi e asaj që babai tim dhe të atit Aronit nuk arritën ta bënin gjatë jetës së tyre, të bashkëpunojnë për të sjellë të mirën, dhe shpresoj që nga diku lart ata po shikojnë dhe po buzëqeshin, duke ditur që fëmijët e tyre gjetën atë që ata nuk mundën. Fondacioni u bë një sukses i mahnitshëm. Brenda vitit parë, ndihmuan më shumë se 50 familje, dhe çdo histori suksesi ishte një kujtesë e asaj që dashuria dhe përkushtimi mund të arrijnë. Ishte një mëngjes shtatori kur zbulova diçka që do të ndryshonte jetën tonë për gjithmonë. Kisha ndjer të përzier dhe të lodhur për disa ditë dhe vendosa ta bëja një test shtatzanie. Kur pash 2 vija të rozë, zemra filloi të më rahen e forcë. Isha shtatzën, ne po pristim një fëmijë. Kur ja thash Aronit atë mbrëmje, reagimi i tij ishte gjithçka që kisha shpresuar dhe më shumë. Sytë e tij u mbushën me lotë dhe më mblodhi në krahët e tij me aq kujdes sikur isha diçka që mund të thyhej. Një fëmijë, murmuriti ai, zëri i tij plot mrekulli. Do të kemi një fëmijë, po thash duke qeshur përmes loteve. Një fillim vërtet i ri. Kjo fëmijë, tha Aron, duke më larguar aq sa të mund të më shikonte në sy, do të jetë simboli i gjithçkaje që kemi kapërcyer. Do të jetë dashuria e lindur nga falja, shpresa e ndërtuar mbi pendim dhe ardhmja që ne zgjodhëm të krijojmë bashk. Do të jetë gjëja më e bukur që kemi bërë ndonjëherë. Dhe kishte të drejtë. 9 muaj më vonë, kur mbajta vajzën tonë të vogël në krah për herë të parë, duke parë fytyrën e saj perfekte, duke ndier dorën e saj të vogël duke më kapur gishtin, e dija që çdo sakrificë, çdo lot, çdo moment dyshimi, të gjitha kishin quar në këto moment. E emëruam atë Amara, që do të thotë hir dhe përhershme, sepse ajo ishte hiri që na ishte dhënë dhe dashuria unë për të do të ishte e përhershme. Jam ulur në veranda të shtëpisë tonë, duke parë Amaran që po luan në kopsht me vëllain e saj më të vogël, Luan, i lindur 2 vjet pas të saj. Aron është me ta, duke u shtiruar se është një përbindësh që po i ndjek, dhe britmat e gëzuara të fëmijëve mbushin ajrin. Nëna, që tani jeton në një apartament të vogël që ndërtuam për të në pjesën tjetër të pronës, del me një pjatë biskota të freskëta. Për niprit e mi, thot ajo me një buzëqeshje. Nën, do t'i prishesh, protestoi unë, por ajo thjesht qesh. Kjo është puna e gjyshve, thot ajo, dhe shkon për t'u bashkuar me fëmijët. Shikoja familjen time, familjen që kishte lindur nga rrethana kaq të pazakonta, nga një martesë që filloi si një transakcion dhe u kthye në dashurinë më të thellë që kisha përjetuar ndonjëherë. Aron vjen dhe ulet pranë meje, duke më marrë dorën. Për çfarë po mendon? Më pyet. Po mendoj, them unë duke vënë kokën në shpatullën e tij, se sa i çuditshme është jeta, se si nganjëherë gjëja që mendojmë se është fundi, është në të vërtetë fillimi.
se si dhimbja mund të na çojë në vendet më të bukura. Pendohesh, më pyet ai, edhe pse e nja përgjigjen. As një moment them unë, duke u kthyer për ta puthur, as për një moment të vetëm, dhe ndërsa ulem atje, duke parë fëmijët tanë duke luajtur, duke ndjerë ngrohtësinë e diellit dhe dashurinë e familjes sime, e di se çdo sakrificë ja vleti, çdo lot, çdo moment dyshimi, çdo frikë, të gjitha na sollën këtu, në këtë moment të përsosur. Historia jon filloi me tragjedi dhe dëshpërim, por përfundoi me dashuri dhe shpresë, dhe nëse ka një mësim që mësova nga gjithçka, është ky: dashuria nuk njeh kufi, as mbiemra, as histori familjare. Nganjëherë gjëra që na sjellin më shumë dhimbje, janë ato që na mësojnë më shumë për forcën e zemrës njerëzore. Falja nuk është dobësi, është guximi më i madh që mund të tregojmë, dhe kur zgjedhim dashurinë mbi urrëtitjen, shpresën mbi dëshpërimin, krijojmë mrekulli që ndryshojnë jo vetëm jetën tonë, por edhe gjeneratave që vinë pas nesh. Tani që e lexuat këtë histori, më tregoni, a besoni në fyqin e faljes? A kishit bërë sakrificën që Lira bëri? Komentoni më poshtë, dua të dëgjoj edhe çdo mendim tuaj.